s'kisha morë kur fare, s'disha kur gjon. Ato unë e kum pa përmes televizionit. Kryeministri e ka pas të drejten dhe e ka të drejten për emrimin e drejtorit, por se ka të drejten e shkarkimit. Unë a ditë kam qenë në zyre deri në ora 6:30 në mramje dhe s'kom pas një ori as pak për atë operacion që është planifikuar operacion dhe që udhëhiqet nga dikush. Ma vonë prej kolegu tim që ka qenë ushtruesi detyrës Zavensit për operativ, sepse në atë kohë pa të ndodhë që Adifete Jajoga, zonja Adifete Jajoga pa shku në pozitën e kryetarit prej pozitës Zavensit që ishë për operativ në atë kohë një prej bashkëpunëtore ma ta fërda, përkohësisht e pa të më caktu Shpen Maxhunin, ushtrues detyrës operativës. Dhe ma vonë kom kuptu prej ti që ai ka shku me një operacion në veri, ne kemi pas një plan operativ të mahershëm për parandalimin e kontrabandës dhe Shpendi ka qenë sipas atij plani e koordinatorit nacional për parandalim të kontrabandës. Mu më është thonë që po shkojmi e kem një operacion në veri në pjesën jugore për parandalim të kontrabandës. E ku më zu thash, nëse është operacion ma i gjërë, edhe ke nevojë edhe për ndihmë tjerëve, lirisht kërkon ndihmë edhe njësive speciale edhe për rajoneve tjera. Dhe me aq unë jam ndalë, me një fëqi timin kam qenë të e pi një kafe, kur vajza imi më ka thirë në telefon prej Ferizajt, më ka thonë, bab, ku je thash qenë në teras, po pim kafe me një fëqi, tha po shkru në televizion, tha që je shkarku prej pozitës, thash, mos është në emision humoristik, tha jo, tha, s'po ndalet, atëre ku më shku në banes. Kur shku në banes, vetëm mediat depërtun edhe më thirën, më pëtën, ku je, thash, jem banes të pi kafe me familje, thash, pe përcjell edhe unë citatën, po s'kisha as një informim zyrtar. Kishit marrë vendim jo? S'kisha marrë kur fare, s'disha kur gjon. Ato unë e kum pa përmes televizionit. Dhe pastaj e kum thirë ministrin Bajram Rexhepin e ndjerë, me cilin kum pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe kum pas besim shumë të fuqishëm te ai. Thash ministër, kështu po shkruan, tha unë nuk di asgjë. Mu ka duke pamundun që ai s'ka ditë asgjë, sepse ma vonë e kum vërtetu që ai ka ditë çdo send dhe kanë qenë bashkë edhe me kryeministrin në atë moment, por nuk e di arsyeën sepse unë nuk kom qenë do një person e rrezikshëm që e kum rreziku ose e kum fyj ato ose kisha përdorur ndonjë fjalor tron ndaj tij, sepse tash njerëzit nga një herë fuqinë ligjore e shfrytëzojnë apo kushtetuese, kryeministri e ka pas të drejten dhe e ka të drejten për emrimin e drejtorit, por se ka të drejten e shkarkimit. Çështja e shkarkimit drejtorit rregullohet me ligj policisë. Dhe ndaj meje nuk është zhvillu as një procedurë, as disiplinore, as procedurë penale. Vetëm të kemi të qartë për publikun. Po flasim për operacionin e vitit 2011, ku është vrarë Enver Zyberi dhe ku policia njësitë speciale kanë shku në atë zonë.